Shoqata Jehona e Malësisë promovoi këtu në Michigan librin Epos të fotografit Vlasov Sulaj. Shoqata Jehona e Malësisë organizoi ditën e shtunë në Albert Lorenzo Cultural Center të Macomb College prodhimin e librit me fotografi artistike Epos të fotografit Vlasov Sulaj në bashkëpunim me shoqatat Malësia e Madhe New York dhe Kaliforni. Ky ishte një aktivitet kulturor i një tipi të veçantë, që mlodhi veç miqve të ftuar të shoqatës Jehona e Malësisë dhe mjaft intelektual të komunitetit tonë. Monumenti i herojit kombëtar të shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu u vendos në sheshin qendror të komunës së Tuzit në Mal të Zi, me ceremoni kulturore në praninë e qytetarëve të Malit të Zi, nga hapësira mbarshqiptare dhe mërgjimtare në Shtetet e Bashkuara në 28 nëntor e kaluar. Libri në fjalë sipas autorit është si thua një ditar me fotografi bardhëzi procesit krijimit të monumentit të herojit ton kombëtar në Tuzë me autor skulptorin Adrian Preka dhe Dylber Neziri. Monumenti ndodhet i vendosur në Tuzë, ndërsa libri Epos përmbledh foto bardhëzi të gjitha detajeve të procesit krijues të monumentit. Autori i këtij libri të veçantë, Vlasov Sulaj, i tha televizionit tonë se kjo vepër i ka kushtuar 180 ditë, duke marrë çdo detaj, qysh nga puna me balë e deri tek derdhja me bronzë. Siç tha disa nga të pranishmet dhe drejtuesi i shoqatës Agronde Divanej, kjo ishte një vepër arti mbi një vepër arti. Ne shtoi Agroni pasi mësuan mbi të e mbështetën botimin e librit dhe këtë event. Epos nuk është një libër, është një kryevepër vizuale, që na fton të jemi dëshmitar të procesit të ngritjes së monumentit të Skënderbeut në Tuzë. Eventi filloi me një koktej, vazhdoi me një konferencë shtypi ku folën jo vetëm drejtuesit e shoqatave, por u njohën dhe 2 artistët e u përshëndetën nga miqtë e tyre, skulptori Adrian Pepa dhe fotografi Vlasov Sulaj. Programi u drejtua nga Joli Paparisto, pas programit vijoi edhe ekspozita e fotografive. Në fund autori firmosi disa libra dhe të pranishmit shijuan këtë ekspozit, i cila ishte edhe pjesë e këtij libri Epos. Ky ishte një aktivitet krejtësisht i veçantë kulturor që la gjurmë tek të pranishmit, ne do t'japim një kronikë të zgjeruar dhe ju mund ta ndiqni atë në emisionet tona ditët në vijim. Urime shoqatës Jehona e Malësisë për këtë aktivitet të veçantë.